Horoskopi ditor e Mërkur, 14 janar 2026. Dashi. Energjitë kozmike inkurajojnë vetanalizën dhe vendimarrjen e menduar mirë, veçanërisht në marrëdhëniet personale. Sot, Marsi po ju nxit të jeni proaktiv në adresimin e çdo konflikti të vazhdueshëm. Një diskutim i hapur mund të zgjidhë keqkuptimet dhe të forcojë lidhjet. Profesionalisht, përqendrohuni në ndjekjet krijuese. Pasi idetë tuaja inovative kanë më shumë gjasa të përqafohen nga kolegët. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rivlerësuar investimet tuaja dhe ndoshta për të konsideruar diversifikimin për siguri më të mirë. Shoqërisht, një ftesë e papritur mund të çojë në lidhje të reja, duke ofruar mundësi për rritje. Mbani një mendje të hapur dhe një perspektivë pozitive. Kjo është një kohë për t'i besuar instinkteve tuaja, por për të balancuar impulsivitetin me planifikim të kujdesshëm. Planeti juaj sundues favorizon marrjen e udhëheqjes në grupe. Prandaj mos hezitoni të bëni një hap përpara dhe të tregoni aftësitë tuaja. Kujdesi për veten duhet të mbetet një përparësi, pasi nivelet tuaja të energjisë janë thelbësore për ruajtjen e ekuilibrit mes aktiviteteve të ngjeshura. Reflektoni dhe rimbushni energjitë kur është e nevojshme. Demi. Kjo ditë, 14 janar 2026, i sjell Demit kujtesa të buta që të përqendrohet në mirëqenien emocionale. Stabiliteti që ju çmoni mund të ndihet i trazuar me Venusin që ndikon në shenjën tuaj, duke ju nxitur të eksploroni lidhje më të thella. Në marrëdhënie, përqafoni cenueshmërinë për të nxitur besimin dhe mirëkuptimin. Profesionalisht, rutina mund të duket monotone. Në vend të kësaj, injektoni kreativitet në detyrat e përditshme për të qëndruar të motivuar. Çështjet financiare duken të qëndrueshme, por qëndroni të kujdesshëm ndaj shpenzimeve të panevojshme të shkaktuara nga tekat kalimtare. Rrethet shoqërore ofrojnë perspektiva të reja. Hapja ndaj të tjerëve mund të çojë në shkëmbime kuptimplote. Planifikoni takime për të ndezur gëzimin. Lejoni që nostalgjia të udhëheqë reflektimet personale. Është një moment për të vlerësuar arritjet e kaluara dhe për të rikalibruar qëllimet e ardhshme. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi rutinave të mirëqenies, pasi kënaqësia mund të çojë në pengesa të përkohshme. Meditimi ose ushtrimet e lehta do të ndihmonin në ankorimin e mendjes suaj. Përpjekjet artistike favorizohen. Angazhohuni në aktivitete që ju lejojnë të shprehni mendimet dhe emocionet pozitivisht. Shijoni kënaqësitë e thjeshta sot. Binjakët. 14 janari 2026, është një ditë për të përqafuar ndryshimin me pozitivitet, veçanërisht pasi Merkuri nxjerr në pa fushat e komunikimit. Mundësi të reja mund të lindin në punë. Artikuloni njohuritë tuaja me qartësi. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogët e hapur, duke lejuar një kuptim më të thellë. Financiarisht, është një ditë e favorshme për të rishikuar buxhetet dhe për të bërë rregullime strategjike. Rrjedhëzimi mund të çojë në perspektiva emocionuese. Megjithatë, keni kujdes nga angazhimet e tepërta. Besojini intuitës suaj se cilat shtigje të ndiqni. Shoqërisht, mund të gjeni rehati duke vizituar përsëri vende të njohura me miq, duke shkaktuar biseda ndriçuese. Ndërveprime të tilla mund të nxisin ide ose bashkëpunime të reja. Një hobi ose interes mund të bëhet papritmas më i rëndësishëm, duke sjellë kënaqësi dhe rrugë të mundshme për rritje. Merrni kohë për të çlodhur me ushtrime mendore ose libra. Stimulimi mendor do t'ju shërbejë mirë. Balanconi energjinë me ritëm të shpejtë me momente vetëdieje dhe të qeshurash. Vlerësoni lidhjet dhe enni ato në tapetin e pasur të ndjekjeve të jetës suaj. Gaforja. Më 14 janar 2026, Gafore, ndikimi hënor thekson natyrën tuaj të dhemshur, duke ju inkurajuar të kujdeseni për ata përreth jush. Aftësitë tuaja intuitive janë rritur, duke e bërë atë një ditë ideale për të angazhuar në shkëmbime empatike në shtëpi ose në punë. Çdo çështje emocionale që del në pa duhet të adresohet sinqerisht për të ruajtur harmoninë. Profesionalisht, merrni në konsiderat bashkëpunimin me të tjerët për të nisur iniciativa të reja. Stabiliteti financiar kërkon vendime të kujdesshme dhe shqyrtim të planeve të ardhshme. Sot është ideale për planifikimin e mbledhjeve të vogla për të shijuar lidhjet. Prania juaj mbështetëse do të tërheqë njerëz që kërkojnë ngushëllim dhe këshilla. Introspeksioni personal mund të frymëzojë ndjekje krijuese. Ndoshta provoni të mbani ditar ose aktivitete artistike. Ndjekjet shëndetësore duhet të përqendrohen në qasje holistike, duke integruar mirëqenien e mendjes dhe trupit për të rritur rezistencën. Mos u nguroni të kërkoni mbështetje kur është e nevojshme,
pasi mirëkuptimi ndërsjell krijon lidhje të fuqishme. Ju keni forcën për t'i kthyer njohuritë në hapa të zbatueshëm, duke quar në rritje emocionale dhe qetësi. Luani, 14 janari 2026, paralajmëron një shkëlqim kreativiteti dhe vetëshprehjeje. Pasi dielli juaj sundues frymëzon energji dhe ngrohtësi rrezatuese. Në punë, aftësitë tuaja të lindura të leadershipit shkëlqejnë, duke ju inkurajuar të udhëhiqni projektet me energji. Merrni kohë për të mentoruar të tjerët, duke nxitur një atmosferë bashkëpunuese. Financiarisht, investimet e kujdesshme mund të sjellin rezultate. Prandaj merrni në konsiderat kërkimin e këshillave të ekspertëve përpara se të angazhoheni në vendime të rëndësishme. Kur bëhet fjalë për marrëdhënie, jini të pranishëm, pasi karizma juaj mund të forcojë lidhjet. Energjitë romantike rriten, duke e bërë atë një kohë të përsosur për takime në mbrëmje ose biseda të sinqerta me të dashurit. Angazhimet shoqërore mbajnë premtimin e gëzimit dhe miqësisë. Shpirti juaj ngjitës është një katalizator për takime të gjalla. Rezervoni momente për ndjekje personale krijuese. Piktura, muzika ose vallëzimi mund të jenë veçanërisht përmbushëse. Kultivimi i vetëdijes ndihmon në ekuilibrin midis energjisë së lartë dhe nevojave për kujdesin ndaj vetes. Ushqeni entuziazmin tuaj për jetën duke nderuar nevojën tuaj për reflektim dhe relaksim me shkëlqimin të dritës së vëmendjes. Virgjëresha, 14 janari 2026, thekson saktësinë dhe meditimet filozofike në udhëheqjen e Merkurit. Produktiviteti arrin kulmin ndërsa përsosni proceset tuaja të punës duke synuar efikasitetin. Energjitë e sotme mbështesin vlerësime të plota. Kontrolloni detajet me kujdes para se të finalizoni planet. Financiarisht, vlerësimi i kujdesshëm jep fitime të mundshme. Prandaj përqendrohuni në strategjinë gjithëpërfshirëse mbi veprimet impulsive. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes komunikimit të menduar mirë. Empatia juaj nxit lidhje më të thella. Dëgjoni në mënyrë aktive nevojat e të tjerëve, duke ofruar mbështetje të vërtetë. Konsideroni organizimin e hapësirës suaj ose rishikimin e rutinave për të rritur mirëqenien. Angazhimet shoqërore premtojnë dialogje pasuruese. Megjithse ruani ekuilibrin duke vendosur kufi për të parandaluar mbi ngarkesën. Prirjet krijuese nxiren në pa. Shkrimi ose eksplorimi i zanateve të reja mund të ofrojnë relaksim. Përqafoni zhvillimin personal duke eksploruar tema edukative, duke shtuar shtresa në tapetin tuaj të njohurive. Pavarësisht kërkesave të larta, jepni përparësi kujdesit për veten përmes ushtrimeve të qartësisë mendore, duke siguruar ekuilibrin. Kanalizoni analistin tuaj të brendshëm për të marrë vendime të shkathëta dhe për të ushqyer natyrën tuaj praktike në mënyrë harmonike. Peshorja, më 14 janar 2026, rreshtimet kozmike inkurajojnë kërkimin e harmonisë dhe ekuilibrit në të gjitha sferat. Venusi ndikon në dinamikën emocionale, duke nxitur përqendrimin në marrëdhënie. Angazhohuni në biseda të hapura për të zgjidhur tensionet. Diplomacia është aleati juaj. Ndjesia juaj estetike është rritur, duke ju ftuar të zbukuroni mjedisin tuaj, duke reflektuar paqen e brendshme. Profesionalisht, synoni ekuilibrin duke organizuar punën në mënyrë dinamike. Profesionet krijuese marrin një shtys. Sillni në jetë vizionin tuaj unik, duke mbajtur gjallë frymën bashkëpunuese. Perspektivat financiare sugjerojnë vlerësim të kujdesshëm. Partneritetet ofrojnë rritje, megjithse rreziqet duhet të maten me kujdes. Në aspektin shoqëror, mbledhjet përqendrohen në lidhje kuptimplote. Përqafoni mundësitë për të thelluar lidhjet me të njohurit që mund të pasurojnë pikpamjet tuaja. Përfshirja e vetes në ngjarje kulturore ose ekspozita arti mund të ofrojë relaksim dhe frymëzim. Meditimet e vetëdijshme nxisin unitetin e brendshëm, duke ndihmuar në menaxhimin e stresit. Balanconi natyrën tuaj bujare duke vendosur kufi dhe duke rezervuar energji për ndjekje personale, duke rritur mirëqenien tuaj. Ruani qartësinë në qetësi sot. Akrepi, 14 janar 2026, ju fton të shfrytëzoni vendosmërinë tuaj dhe të hulumtoni mundësi transformuese me Plutonin që forcon vetanalizën. Vetë reflektimi i thellë zbulon njohuri jetësore për të lundruar në çështje komplekse. Profesionalisht, aftësitë tuaja strategjike shkëlqejnë. Do të gjeni zgjidhje inovative. Besojini instinkteve tuaja për të drejtuar lëvizje të guximshme. Vendimet financiare kërkojnë shqyrtim, por analiza e kujdesshme premton rezultate të dobishme. Emocionet janë të larta në jetën personale. Komunikimi nxit intimitetin duke menaxhuar keqkuptimet para se ato të përhapen.
Pasioni juaj mund të rindezë marrëdhëniet duke thelluar lidhjet. Ndërmarrjet shoqërore zgjerojnë shkëmbimet pasuruese. Gravitoni drejt dialogëve intelektualisht sfidues që ofrojnë perspektiva të reja. Eksploroni aktivitete transformuese që përputhen me shpirtin tuaj, si leximet ezoterike ose filozofike. Ruajuni nga lodhja duke praktikuar teknikat e mirëqenies, meditimi ose projektet krijuese mund të jenë pasuruese. Ushqeni intuitën tuaj për të mbështetur rritjen personale dhe qëndrueshmërinë. Përqafoni ndryshimin me hir, duke e kthyer potencialin me lartpamësi dhe thellësi në triumfe të ardhshme. Shfrytëzoni fuqinë tuaj me mençuri sot. Shigjetari. Më 14 janar 2026, shtrirja e gjerë e Jupiterit ju inkurajon të zgjeroni horizontet dhe të kërkoni përvoja të reja, duke frymëzuar eksplorimin intelektual. Ndjekjet profesionale lulëzojnë ndërsa entuziazmi mbush projektet. Kapni momentet për të bashkëpunuar dhe për të ndarë njohuri. Shfaqen mundësi për leadership. Qasuni me optimizëm dhe shpirt aventuresk. Financiarisht zgjuarësia udhëheq fitimet. Merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve. Marrëdhëniet ofrojnë ngrohtësi dhe shoqëri. Stimuloni lidhjet me të qeshura dhe aktivitete të përbashkëta. Ndjenja juaj e humorit ndriçon humorin në rrethet shoqërore, duke tërhequr aleat dhe duke nxitur miqësi të reja. Udhëtimi ose mësimi i aftësive të reja rimbush energjinë dhe sjell gëzim. Përqafoni aktivitete fizike për të kanalizuar energjinë e shqetësuar pozitivisht, si sportet ose shëtitjet e gjata. Balanconi ambicien me pushimin, duke ruajtur mirëqenien. Reflektimet filozofike thellojnë kuptimin e vetes dhe qëllimeve, duke formësuar shtigjet e ardhshme. Transformoni njohurit në plane, duke parashikuar suksesin. Balanconi loje me planifikimin e kujdesshëm për të drejtuar drejt aspiratave ndërsa shijoni udhëtimin. Nisuni sot në aventura të udhëhequra nga kurioziteti. Britsjapi. 14 janar 2026, inkurajon ndjekjen e qëllimeve me vendosmëri në udhëheqjen e Saturnit, duke theksuar përpjekjet e vazhdueshme. Fushat profesionale ftojnë fokusin, shfaqin qëndrueshmëri në detyra komplekse. Këmbëngulja juaj nxit progresin duke frymëzuar kolegët. Një ditë e mbar për të nisur iniciativa afatgjata ose planifikim strategjik. Çështjet financiare kërkojnë vendimarrje pragmatike. Shmangni investimet e nxituara duke zgjedhur stabilitetin. Marrëdhëniet përfitojnë nga koha cilësore e planifikuar, duke forcuar lidhjet përmes gjesteve të menduara dhe komunikimit. Të dashurit kërkojnë këshillën tuaj, duke vlerësuar mençurinë tuaj. Në aspektin shoqëror, një qasje modeste i përshtatet më mirë. Ndër veprimet kuptimplote i tejkalojnë grumbullimet më të mëdha. Lejoni që daljet krijuese të ofrojnë një pushim konstruktiv. Muzika ose vizatimi mund të rifreskojnë. Praktikat e vetëdijes ruajnë ekuilibrin mendor dhe fizik, duke ndihmuar në uljen e stresit. Konsideroni hartimin e planeve të detajuara për qëllimet e ardhshme, duke siguruar që arritjet të përputhen me vlerat thelbësore. Përmes ekuilibrit dhe vendosmërisë, lundroni në ambiciet ndërsa mbështesni lidhjet personale, duke vendosur ndryshime pozitive gradualisht. Manifestoni ëndrat përmes këmbënguljes sot. Ujori. Më 14 janar 2026, inovacioni ju drejton ditën me uranin që frymëzon origjinalitet dhe mendime progresive. Eksplorimi brenda sferave profesionale sjell sukses. Përqafoni ndryshimet për të nxitur rezultate me ndikim. Ndjekjet e sotme inkurajojnë thyerjen e normave. Paraqisni ide me besim. Financiarisht, metodat jo konvencionale mund të sigurojnë fitime. Vlerësoni rreziqet me lartpamësi. Dinamika e marrëdhënieve lulëzon përmes diskutimeve të sinqerta. Ndani vizione për të ardhmen për mirëkuptim të ndërsjellë. Rrethet shoqërore hapin dyert për përvoja të ndryshme. Mirëpritni shoqërinë eklektike që ofron njohuri të reja. Përqafoni aktivitete të lidhura me teknologjinë ose shkencën që ju intrigojnë, duke ndezur kreativitet dhe emocion. Interesat filozofike ose humanitare gjejnë ushqim, duke formësuar aspiratat. Prioritizoni ekuilibrin, duke theksuar pushimin mendor përmes meditimit ose soditjes së qetë. Përshtatni energjinë me qëllimin, duke frymëzuar rritjen kolektive. Kultivoni aspekte unike të personalitetit, duke promovuar origjinalitetin dhe autenticitetin. Transformoni njohurit në veprim, duke parashikuar një botë më të mirë. Ngritni njerëzimin përmes mendimeve dhe veprimeve vizionare me idealizmin tuaj të lindur sot. Peshqit. 14 janar 2026,
theksojnë parashikimin e ëndrave dhe frymëzimin e të tjerëve përmes udhëzimit eterik të Neptunit. Dita e sotme thërret zhvillimin personal. Meditimi rrit intuitën dhe thellësinë emocionale. Rrugët shprehëse si arti ose muzika zbulojnë dimensione të fshehura. Zhytuni në ndjekje të tilla për përmbushje. Fusha profesionale inkurajon bashkëpunimin e udhëhequr nga empatia. Udhëzoni ekipet me mirëkuptim të butë. Aspiratat financiare kërkojnë meditim të kujdesshëm. Kërkoni këshilla për të siguruar stabilitet. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes idealeve të përbashkëta. Bisedat e thella thellojnë lidhjet. Dëmshuria juaj tërheq shpirtra të ngjashëm që vlerësojnë empatinë tuaj. Mjediset shoqërore premtojnë shkëmbime stimuluese. Qëndroni të hapur për miqësi të reja. Praktikat shpirtërore rigjallërojnë shpirtin, duke premtuar qetësi dhe qartësi. Balanconi baticat emocionale me aktivitete themelore. Shëtitjet në natyrë ose yoga ndihmojnë në përqendrimin e energjive. Lëreni imagjinatën të informojë vendimet, duke drejtuar qëllimin e jetës me kreativitet dhe depërtim. Transformoni ëndrat me veprim duke mbështetur përpjekjet e komunitetit, duke nxitur harmoninë globale. Përqafoni largpamësinë intuitive, duke gdhendur shtigje frymëzuese dhe transformuese përpara. Vlerësoni magjinë brenda lidhjeve sot. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.